Faleminderit, papaç. Këtu ku ndodhemi ne? Këtu ndodhemi në Daullës, Libosh, Fieri. Tu po bën një sipërfaqe të madhe me vresh tani? Unë pata një rreth 7 dylym, edhe e kam kthyer 1 hektar, 10 dylym. 7 dylym po i mbuloj sot, edhe 3 dylym janë në punësipin. Këtu me fjalë veç vreshti çka ke tjetër apo kryesisht me vresh? Kryesisht vetëm vresht. Kryesisht me vresh. Po. Vjet si ke dal? Mirë, Te investim që bë këtu ti ke gjithë me lekët e tua. me lekë mia. Ke pas çunat në migracion? Jo, s'kam. Gjithë me të ardhurat që ke. Me të mia që kam siguruar kam nga- siguruar nga puna 25 vjet nga kthimi i sistemit. Aha. E kam investuar këtu te vreshti tani. Edhe herë emrin që të harrosh Dimitraj Mehmeti. Dimitraj Mehmeti. Ky është një shembull që tregon që njerëzit po të punojnë arrijnë gjithçka. Dimitraj nuk ka marrë ndihmë nga shteti, Jo. shpreson që ky investim që është bërë këtu dhe këtu është gjithë zona e Daulllasit që është investim i bërë nga vetë fermerët dhe kjo është një shembull i thashë herë më parë që është një shembull që tregon që njerëzit janë punëtor dhe me pak ndihmë nga shteti mund të arrijmë që të bëhemi standardit evropian. Unë do duroj ty gjithë mirat, një Faleminderit sezon shumë. marrë edhe për vreshtin, I nderuar e respektuar. edhe u takoshim gjithmonë për të mirat.